E pra të dashur ndjekës të mi, ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin për të sjellur pranë jush lajmet edhe ngjarjet më të fundit rreth jetës tashmë të artistëve dhe të ish banorëve që ju i doni dhe i suportoni pafund. Ditën e sotme, pas një qetësie, pas një relaksit, ka reaguar për herë të parë me një video Mateo Bori, që unë në fakt do t'ua sjell këtë videon, ku Mateo është jashtëzakonisht i befasuar dhe ndjehet jashtëzakonisht i privilegjuar për dashurinë që e ka marrur nga publiku. Mateo ka treguar edhe arsyen pse në fakt nuk ka reaguar fare dhe nuk ka postuar asnjë gjë në rrjetin social Instagram të tij, domethënë siç duket Mateo sot kishte marrë telefonin në dorë, telefonin e ka patur të prishur, ai është shpreh mirënjohje jashtëzakonisht të bukur dhe të fortë për të gjithë ato të cilët kanë qenë mbështetës dhe suport të Mateos. Gjithashtu Mateo për herë të parë në fakt ka folë dhe për faktin pse nuk e fitoi Big Brotherin, a ka dashur që ta fiton këtë Big Brother dhe si ka qenë emocioni i tij brenda asaj shtëpie, edhe pse ju e dini shumë bukur që banorët në fakt nuk kanë asnjë lloj informacioni. Informacioni vetëm që ato mund të kuptojnë është nëpërmjet dronave që janë në pjesë e asaj shtëpisë ose nëpërmjet informacioneve që vinë nga banorët e tjerë. Gjithsesi, unë e shoh që Mateo duket pak i lodhur në fytyrë, do me thënë nuk e ka marrë akoma veten ashtu siç duket, është po ai Mateo modest, është po ai Mateo që ne kemi njohur brenda asaj shtëpie, do me thënë nuk ka asnjë lloj ndryshimi nga ajo shtëpi, me mirënjohjen që tregoi, me edukatën që tregoi dhe me kulturën që tregoi, është Mateo i veçantë. Unë nuk dua që t'ju lë më në pritje, dua që t'ju sjell videon, të shikoni se çfarë ka thënë Mateo për të gjithë shqiptarët. Ai duket që është në makinë i veshur me tuta, thjesht po shijon një moment shumë të bukur. Ndiqni video në vazhdim. Përshëndetje gjithëve. E di që gjithë do mendonit pse Mateo nuk ka hedhur akoma asnjë post, asnjë story, nuk ka thënë asnjë gjë publikisht. Po që në momentin e parë që kam dalë kam pasur probleme me telefonin. Më pas kam preferuar të pushoj pak, të shpenzoj pak kohë me familjen. Edhe mund të them që nuk mund të kem parë as një 5% të gjithë asaj që keni bërë për mua ndërkohë që unë kam qenë aty brenda. Fillimisht doja t'ju falenderoja përzemërsisht gjithëve pafund për gjithë mbështetjen që më keni dhënë, për çdo votë, çdo vlerësim, çdo koment, çdo fjalë të mirë, çdo suport, çdo letër, çdo parashut, çdo dron, domethënë ju jam pafund mirënjohës që të gjithëve. Momentin që isha aty brenda, asnjëri nga ne nuk e di se çfarë bëhet jashtë. Normalisht që edhe unë në atë pikë që arrita e kisha dëshirën për ta fituar çmimin e madh. Por kur dola dhe pash gjithë mbështetjen e publikut, gjithë dashurinë e publikut, unë mendoj se dashuria e publikut është 100 herë më e madhe se vlera 100.000 euro. Edhe herë doja të falenderoj gjithë shqiptarët e Shqipërisë, e Kosovës, Maqedonisë, Malizisë, Çamërisë, diasporën, Amerikën, Kanadan, Australinë, Europën, shqiptarët, gjithë botën, ju falenderoj përzemërsisht, ju dua shumë, edhe do jemi bashkë shumë shpejt.